Të respektuar të reshikues ku do qeni, ju përshëndesim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Netët e Ramazanit sa të begata, sa të mira, sa të çmueshme, sa të vlefshme, e sa të shpërblyeshme me adhurime e me punë e aktivitete të cilat e bëjnë të veçantë këtë muaj, sepse edhe shpërblimet për punë të ndryshme janë të veçanta. Është e veçantë të agjërohet fillimisht gjatë ditës, është shumë e veçantë edhe iftari të bëhet qoftë vetëm si iftar, por edhe me xhirin e familjes, me njerëz të dashur, me të afër, me të tjerë. Sa të bukur janë teravit, namaz që për post jacis, vullnetarisht besimtarët qëndrojnë, gjatë qëndrojnë, pas një imami dhe dëgjojnë fjalën e Allahut, bëjnë ruku e sejdë dhe falën e kënaqur. Natyrshëm që edhe çaji e sofra kanë klimën e vet. Ne nuk mund të privohemi gjatë muajit të Ramazanit nga kënaqësitë e jetës që i jep vetë jeta, sepse jemi me trup fizik, pra ushqehemi, pijmë e tjera. Bile ne e konceptojmë shumë lehtë, mirë dhe qartë, në mënyrë të pagabueshme se Ramazani për abstenim është gjatë ditës, përkaq gjatë natës, të gjitha ato që ishin të kufizuara, të ndaluara, bëhen të lejuara gjatë natës. Edhe çajin që ne e pim me ju në sofrën e Ramazanit e kemi shumë të veçantë, sidomos kur këtë po e bëjnë edhe me të veçantë mysafirë të ndryshëm që po na vinë në këtë emision. Jeni mësuar që të kemi musafir çdo herë, të mirë e më të mirë. Zakonshëm jam munduar që mysafirët të thërras pak më të moshuar, më të thinjur, që të duken pak më i riun. I kam thirrë musafirë që kanë eksperiencë, që kanë përvojë, që kanë bagazh në dije e në aktivitete fetare. Por, sikur thuhet, çdo rregull i ka përjashtimet e veta. Edhe unë pak përjashtime kam bërë, e janë disa prej mysafirëve që jam detyruar kështu, që ta shpreh dhe ta shfaq pleqërinë time para tyre për shkak të elanit që kanë, punës dhe aktivitetit. Sonte kam një hoxh të çmueshëm që është gjithandej në rrjetet sociale me shkputjet e ligjërimeve të tij të bukura, të shkoqitura mirë dhe një hoxh që premton për të ardhmen. Nga se vjen nga një familje me brum, jashtëzakonisht të mirë fetar dhe mësimet për fen nuk i ka ad hoc, nuk i ka pahiri, besa bes. Mësimet për fe i ka shkputjen nga nevojat që babai i tij ta kishte krah në punën e vet, në biznesin e vet, por si shumë të tjerë, ja dhan fesë, e bën vakëf për t'i shërbyer fesë islame. Hoxha Hasan Rexhepi nga Shkupi me ne dhe me ju sonte. Mirë se na erdhe, hoxh. Mirë se gjeta, sheh nderuar. Kam një kërkesë fillimisht, a mundesh me na fol kadal? Lirisht. A mu kadal? Se ti ngutesh nga pak. Ndoshta prej rinis edhe na imponon realisht rinia. Ndoshta na falën ndonjëherë kur foli më shpejt. Po shpresoj këtë herë ta përmbushin kërkesën tënde. Jo, more, fol si që je ashtu, sepse ashtu je i kënd shumë. Por unë e kam me pak dozë të humorit në mënyrë që njerëzit që flasin shpejt gabojnë shumë. Njerëzit që flasin ngadalë kanë kohë që t'i mosin fjalët e tyre dhe të mos bëjnë shumë gabime. Por megjithatë prap ekzistojnë përjashtimet e ju nga legjërimet që i keni, folni shpejt, por folni fjalë të sakta, koncize dhe porosi të arta. Nga njëherë disa temave kur i futesh, thot njeri ky ka një 50 vjet,
I ka një 2-3 fëmijë që i ka quajtur ushtar dhe janë kthye, i ka martuar e tjera në kuptim pra të porosive, sidomos për çështje familjare, për çështje sociale. Hoxhallarët në fillim të karrierës së tyre nuk merren shumë, se edhe nuk e kanë të lehtë i perceptojnë ku janë defektet e popullit, defektet e shoqërisë, në mënyrë që ato ti shërojnë. Hoxh, megjithatë mirë se jeni. Mirë se vjeta. Diplomuat në Universitetin e Medinës, në Universitetin Islamik. Pa? Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, ndërsa salat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wassalam. Ashtu është siç e potencuat studimet, alhamdulillah dashja Allahu Azza wa Jall që ta realizojë një pjesë të ëndrës që ti përfundojmë aty ku ndoshta trupi ndonjëherë nuk e ka dëshiru, po zemra e flak ta detyron trupin që me dasht. E unë prej vogël, ëndër ka qenë veç një herë me pa. Allahu Azza wa Jall na mundsoj që të jetojmë, ta shijojmë, të mësojmë, edhe realisht disa gjëra të studiojmë, që spaku me thithat ajo që thonë të ne në Shkup e përdorin, thithim kajmakun e dinit, kur do me arrit diçka të mirë për me marrë, shkon tek burimi, e ne dëshirum, edhe personalisht dëshira më e madhe jetës ka qenë, kur kama ime ka shkel me dinë dhe realisht për asaj diti kam thonë vetës, elhamdulillah që Zoti ta mundsoj, tash përveç ikrahat hala pa u kthy, punoj për të mësuar që nesër dashur Allah me dhon bereqet edhe me vazhdu këtë mision, atje e mbaruam. Realisht shkum në Medinë në vitin 2018, po me disa përjashtime të vogla e përfunduam dikon në fund të vitit 2024, në fillim vitit 2025. Edhe fillimisht që është zakon që e dinë ata të cilët pak kanë njohuri për studentat e Medinës, e krytëm gjuhën arabe 2 vjet, edhe pse 2 vjet për gjuhën arabe janë sikur me mësue elifin dhe ba, do të thonë shkronjën ba. Po pastaj me thellim të studimeve në fakultet arritëm që ta përforcojmë gjuhën arabe, që hyna në fakultetin cilin prej para se me shku në Medinë e kam pat përzgjedh, e jo sikur disa vëllezër shumë çmum atje që hamenden gjatë përgjithës fakultetit fundit të gjuhës. Gjithë mendojnë. Cili ishte drejtimi? Unë pata hy me dëshirën më të madhe në akide, fakultetin e akides të feve dhe të davetit. Dawu Suluddin, pastaj ndryshu në emrin akide, do të thonë edhe i vazhdu me disa terminologji të reja që i vendosën. Edhe alhamdulillah mundsoj Zoti që brenda 3 vite e gjys apo më pak e përfunduam, do të thonë atë ciklin e bachelor të fakultetit. Dhe alhamdulillah sot para një vite 3-4 muaj u kthyem në Shkup edhe alhamdulillah ka dashur Allahu Azza wa Jall që për asaj dite që jemi kthi. Krahati kemi përveç, po inshallah i kemi përveç mirë. Inshallah. Inshallah, padyshim. Shkupi është vend i dijes së i thirrjes, ku keni modele të shumta të dietarëve, të hoxhallarëve, edhe nga kohë të lashta, emrat të cilëve ti edhe unë me ty i kemi dëgjuar vetëm, si Ataullah Efendia e të tjerë. Pastaj Hafez Drizi si gjenerat, ndërmjet atyre dhe atyre, por ata kanë qenë ata që e kanë vazhdu shkollat, medreset, edhe pas daljes së Osmanive, pra ka qenë burimi kryesor i informacionit dhe i dijeve që kanë marrë ijazet hoxhallarët nga vende të ndryshme, edhe nga Lugina Preshevës, edhe nga Kosova, pra që është vazhduar ajo. Pastaj edhe në studimet e larta janë prej gjeneratave të para që në Shkup kanë zbarkuar njerëz të diplomuar, po e them Shkup në përgjithësi, edhe vise tjera të Maqedonisë, por edhe në Kosovë. Kosova është më mbrapa në këtë drejtim. Kosova ka një zhvillim ndoshta në këto 2 dekadë të fundit më të madh se sa më herët, por jo që nuk ka pas më herët. Më herët nëse i analizon përkthyesjet e Kuranit, për shembull, po Hasanaj, po Fethi Mediu për shembull është nga Maqedonia, por megjithatë numërohet si kuadër i Kosovës, edhe për ka shkollimi, medresen ka bërë këtu, pastaj edhe gjithë punën e tij, aktivitetet i pas diplomimit ka në Universitetin e Prishtinës dhe më tej. Pastaj edhe Hoxha Sherif Ahmeti Hasanaj që janë përkthyes të Kuranit, po duhet të them ka disa emra që janë shumë të mëdhej, por në sasi hoxhallar Shkupi ka shumë. Ku frymëzuat ju të bëheni hoxh? Babën se ke hoxh? Jo, unë jam i vetmi hoxh në familje. Unë për shembull kam pas lehtësi.
Vllazën hoxh dhe kam vazhduar. Allah tuaj afazin e nderu. Amin inshallah. Realisht frymëzimi po du të kthena pak më herët në aspektin e jetës. Ëndra ime e vetme si fëmijë, çdo fëmijë ka ëndrat e veta, por realisht i ka të kufizuar. Ëndra jeme fëminore ka qenë që një herë Allahu më mundson që ta thirrë ezanin në xhami. Do të thonë, nëse kisha përmbush këtë ëndër, kisha qenë fëmia më i gëzuar. Në xhaminë e Lagjës ku jetoj, ka qenë një muezin, emri i cilit është muezin. Emri muezin. Do të thonë muezin, po edhe sot e vazhdon, do të thonë misionin e muezin lloku që do të thonë ta bën edhe ta ushtron ditë për ditë. Edhe derisa erdhi dita pas një periudhe që elhamdulillah me mirësinë e Allahut dhe me dëshirën e tij, arrita që ta thirrë një herë ezanin. Zoti është dëshmitar që zemra u përmbush atë shumë në atë moshë të vogël, po pastaj aspiratat e njerit asnjëherë nuk ndalen. Kisha dëshirë që të bëna muezin i rregullt, por realisht kjo nuk më plotsu, por isha muezin kështu ko pas kohe ndonjëherë, domethënë. Sporadik. Pastaj duke mbaruar shkollën fillore, baba mi hapi gjitha dyert e krejt shkollave të mesme në cilën dush në Maqedoni të regjistrohesh, do të regjistroj. Nuk është problemi. Ama dëshira e flakët e babës ishte që një të birin e tij, unë jam më i madh i vëlla, i kam edhe 3 vëllezër më të vogël, birin e tij më të madhin ta dërgon kurban për dinin e Allahut. Ajo dëshira e flakët e babës, por realisht edhe dëshira ime u ndërlidhke sepse edhe çështja e muzimllëkut ka qenë një realisht është një pjesë e dinit të Allahut, do të thonë. Jo. Ajo ishte dëshira. Do thonë ishte si dëshirë. Edhe Allahu Azza wa Jalla më mundsoi që me dëshirën e babës, edhe vullnetin tim që të shkoj në medrese. Unë pranova në medresën e Shkupit realisht, medresën e Isabeut në Kondov. Ditën e dytë, një mik i babës, i cili është në Shqip, është mufti, Nasir Efendi Rexhepi, mufti do të thonë i pjesës lindore të mashinisë veriut. Pse nuk e sillte ne, ta mësoj fëmijën ashtu kështu. Edhe prindi në atë moment, sikur më ardha mozaiku kur përmbushën njëra me tjetrën ato kockat kur hyn në vendin e vet. Babës në momente pranon thotë po do ta sill aty. Edhe unë shkova në Shqip. Ditët e para kanë qenë ditët më të vështira të jetës time se nuk isha mësuar, kam qenë prej fëmijëve, baba është dëshmitar për këtë pjesën e babën kam qenë sikur me vllahun tim, do të thonë edhe më i lidht. Do të thonë babën realisht në aspektin biologjik e kam babë, po në aspekte të tjera unë e kam konsultues, unë e kam këshillues, unë e kam dost, unë e kam njerin që japi këtë gajlet babës, këtë problemet që japi babës. Do të thonë një raport me babën e kam që nuk e di që çdo fëmijë e ka dhe habita realisht shok pse ka qafërt me babën. Edhe ndoshta ndonjëherë çfarë moshë sa dallim keni në moshë me të? Me babën moshë realisht I kam dikon 22-23 vjet. Po shka kështu ju I madhi dhe po 22-23 vjet baba, do të thonë moshë 23 vjeçare është baba I babë. Tre vllazër. Kur e pyetën një njeri tha sa vllazën jeni, tha me babën 4. I qenë kështu pra. Unë definitivisht kështu edhe elhamdulillah pranuam në medresën e Shqipit. Edhe pastaj, duke mësuar medresën e Shqipit, edhe për skaj vështirësive se kur kam shkuar në Shqip, është një qytet që flitet gjuha maqedone dhe gjuha turke. Unë nuk kam ditë t'i them askujt, as si e ke emrin, as a mund të hajmë diçka ushqim. Do të thonë ka qenë sfida e parë që ta mësoj gjuhën maqedone, pas edhe gjuhën turke. Pasi që e mbarova, vitin e tretë medresës së katërt, që e dini që është korrepeticionin e theme pjesa që 3 orë të mbyllin, non stop meditoisha, a mund bëna unë hoxh realisht me këtë medresë. Ndoshta ti mund bësh hoxh edhe me medrese, ndoshta ti mund edhe të ligjërosh me medrese. A mund të na shpjegosh korruption? Do të thonë, nuk e di te medreset e tona a është për shembull, e ke orarin e mësimit prej orës 8 deri në orën 1. Prej orës 1 deri në orën 5 I lirë, prej orës 5 deri orën 8 ose 8:30 je brenda një klase, telefoni ndalohet, do të thonë nuk e di as pjesë e medreseve ato. Po. Do të thonë kjo atomik funksionon. E njëjta, do të thonë. Te ne quhet studimi. Jo, te ne korrepeticione edhe realisht edhe në gjuhën shqipe e përdorin, nuk e di pse. Thonë nuk e di as bazë gjuhës shqipe. Edhe atje meditoisha vazhdimisht. A mësojsh aty? Po, vazhdimisht. Alhamdulillah, Allah I ka dashur aty na u ka dashuru pak lehtësi. Ajo pjesa e korruptionit, që do të thonë këtu tek ne është atmosferë pak më hapur, shok dikush bën fjalë, dikush bisedë, dikush. Jo, ndalohet biseda atje ndalohet edhe telefoni, atje ndalohet edhe gjumi. Patjetër edhe këtu ndalohet, megjithatë. Unë nuk ja kam pa hajër shumë kësaj pjese. E nuk jam ka po shumë hajër. Po se zhurma më pengonte. Kam bë vetëm detyra. Vazhdimisht në studim që I themi ne, detyrat po. Çfarë kam pas detyra, kam bë. Por dyshim me mësuar më është dashur të kem cilësi. Shumë mirë.
Unë nuk kam probleme, edhe në harem xhamis pejgamberit alislam me zhurmë jam mësuar dhe kështu nuk pengon kjo pjesë. Edhe aty realisht vitin e 3-4 fillova shumë të meditoj në aspektin që ti mund bësh hoz, nuk është problem, po a mund ta shef dikush hajrin, domethënë pas sakrificave. Realisht aty e kuptova që nuk ka gjosa teorike të arrish diçka njët pas sakrificës. Domethënë sakrifica e parë ishte momenti që shkova në medrese, pastaj mbasi mbarova medresën, realisht në vitin e 3, në fund vitit 3 aplikova për Medinë, po elhamdulillah arabët e kanë një cilësi shumë interesante. Çojnë me bo sabër ende pa shku. Domethënë ta mësojnë sabrin praktik, jo sabrin në ditori, ta mësojnë sabrin diku 3 vite e 9 muaj, gati 4 vite kanë prit derisa të shkojnë në Medinë. Unë realisht momentin që e kryeva medresën, u regjistrova në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Dhe aty gati përfunduam 3 vite, do të thonë viti 4. Hajde edhe pak. Në momentin që më ka ardhur pranimi në Medinë, Zoti është dëshmitar, kam qenë fakultet, edhe kam marrë vesh lajmin. Vetëm kam shku aty të cilët janë përgjithës në fakultet, ju kam thonë, ju dua shumë. Prej sot nuk shifeve. Edhe realisht fillova përgatitjet për dokumentacionin që kërkon Arabia Saudike për të shkuar në Medinë, edhe elhamdulillah. Asu friksova që mos nuk është lajmi i vërtet, po i thu këtë fjalë. Para kohë. Si dalën Mokel xhamia, do të thonë si dalën faqen zyrtare të universitetit, nuk besoj që unë isha atut. Sidomos kur pret 3-4 vjet. Besoj që njeriut ma kishin falë edhe ato prej dashurisë Medinës. Edhe shkum elhamdulillah në Medinë, pastaj atje 6 vite. Elhamdulillah dashja Allahut që ta përfundoj. Don ky është ai frymëzimi një herë baba, pastaj ajo dëshira e flakt, 2 komponente që ta ngjallin atë ndjenjen që sot nëse flas për shembull Allahu Azza wa Jalla më ka dhënë një vajzë. Unë nuk shoh drejtim tjetër. Çdo drejtim është i duhur dhe çdo drejtim është i mirë për çdo student, po për vete flas vajzën time apo Allahu Azza wa Jalla nëse më furnizon me fëmijë tjerë, çdo njëri do kisha bu hoç. Ndoshta jo hoç për të ligjëruar njerëzve, por kisha bu një hoç për familjen e vet, për veten e vet edhe për rrethin e vet. Që pastaj ti ndryshon veten tënde, nëse Allahu Azza wa Jalla ta jep atë mundësinë që ti të jesh shpjegues i dinit të Allahut, ti je edhe pjesa tjetër. Domthonë ti më bëf fëmijë të xhallar. Inshallah, nëse na mundson Allah. Mirë, kush më bëu baba e tash? Unë kam një problem familje. Hoxhës i vyn thoshte baba im, rahmeti pas shpirtit. Allah inshallah. Hoxhës i vyn po shprehim kështu, me pas edhe vllazën budall. Hoxhës i vyn thotë një prind një babë rroktar. Unë e kam edhe një problem shpesh shaku që edhe bashortën e kam hoxhanic, edhe e kam hafizet Kuranit, edhe realisht kur ti je në kësi familje nuk dia mundesh me dal brum tjetër. Nëse gatuj një brum për pica, nuk besoj që mund të bëhet burek ose kifle, domethënë. Del po del. Mund me dal, nuk është shishëm. Analisht edhe për shembull te vajzën e kam tikun 3 vjeçare. Këtë terminologjinë që e flet vajza, e flet terminologjinë fetare, aspektin që ndogjon, duke përgatitur ligjërata, duke fol me vëllezër, duke fol me familjar, edhe realisht me pyet vajzën 3 vjeçare, që cila është dëshira jote, vajza ime, më bu hafize. Domethënë ka pikë synimin edhe pse ajo nuk ka moment logjik për ta menduar se çka qysh tek. Ajo ka dëshirën për të kënaqur, mosha e saj është për të rritë dhe për të kënaqur momentalisht. Disi mbillot ajo, ambienti i shtëpisë ta mbill brenda vetes, ose për shembull nuk ka gjosa teorike, unë zonë me fal ndonjë namaz kur nuk mundsohet me qenë xhami, vajza mos më çu më fal me mua. Do të thonë, mësohet fëmia ma cilën e sheh dhe besoj kjo, nuk e di tash plani i fëmijës si do të jetë në të ardhmen, po mendoj që nëse do të kishte qenë vendimi im që unë do ta kisha vendos, edhe pse nuk ja imponoj asnjë gjë, do të thonë, cila është dëshira e saj, nëse do të thonë është në vijat e dinit të Allahut edhe nuk është jashtë vijave të dinit të Allahut, para cilën do ta zgjedhë, i ndihmoj, do të jem progresi më i madh. Po nëse e zgjedh këtë që e dua unë, do të isha ajo zemrat e ne përdorim shpesh do të dilte prej vendit nga çefi. Inshallah Zoti na mundson. Zoti inshallah ju jep begati dhe mirësi në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Cilat janë emocionet e babës për shembull kur u kthyt ju si hoxh i ri, apo i besohet kur të shef ndonjëherë në mimber apo në ligjërat? Vallahi kështu, po betojmë në Allahun që ndoshta baba është përmbush në këtë aspektin shpirtëror se Zoti shumë mira na ka dhënë. Edhe prej të mirave të shumta ndoshta ndonjëherë bëhet njëri neglizhent edhe nuk ishte disa tjera, po baba kënaqësinë më të madhe e ka, për shembull, kur kam unë ligjërat dikon, e bën si e bën punën, vjen vetëm të ndëgjoj. Është sfidë para babës me fol, do të thonë disa gjëra. Sidomos unë kam
i preki disa tema që i atakojnë prindërit edhe, sidomos e atakojnë babën që është një edukues i mirëfillt i fëmijës, edhe shpesh më shikon edhe thot a mendon se jam të pa, e kupton. E di, do të thonë edukatën prej meje e ke marr. Po unë se mund ta vrej prej syve, prej fjalëve shumë pak herë kam dëgjuar. Nuk është asi tipi që ta shpreha që e ndjen për ty, ndoshta përmes me të arrit mendjen. Ndoshta përmes me të bëu mi thon vetit mashallah, se si ta mirësh veten në sysh, s'ka hoç që shnosh. Që shnosh. Do të thonë me të marr të tjerë ndoshta shnoshin, ama veten me marr në sysh. Po sa ndëgjoj pi tjerëve, do të thonë atë krenari e shpreh në formën më të mirë duhur, duke mos anashkaluar as nanën, që nana është ajo ndihma më e madhe, do të thonë duke e bashkëngjitur edhe babën, sikur çdo nanë që ja ndihmon, do të thonë të birit vet, edhe tek unë, do të thonë është ajo ndihma e madhe dhe falenderoj Allahun që më ka sjell kësi familje, në kësi prind. Inshallah Allah azza wa jall, gjithë ata të cilët i ndëgjojnë këto fjalë, le të mundohen të jenë për fëmijët e tyre, do të thonë shembull tyre dhe shembulli më i mirë. Realisht atje kim pa shembull. Të martuar për fëmijëve të tjerë? Momentalisht kam një fëmijë, dashur Allah. Jo, e kam fjalën fëmijë të tjerë, vllazën. Po, mendova për baba, do të thonë, i ka 4 djem. Ti me një herë ka gruaja, nuk do të shkojmë me vetëm. Mirë, e di që ke qef, po prit pak, mos u gut. Për babën jemi halli pak. Baba, do të thonë, i ka 4 djem. Unë jam më i madhi, i dytë është vllai Hamza, i treti Ubejdi dhe i katërti Abdullah. Do të thonë, emrat flasin vet. Ato 3 tjerë e kanë një biznes, realisht i kanë 2 biznese, një është me restorane dhe një e kanë një parfumeri që mirën vazhdimisht, se e kanë qef këtë pjesën e aromave të mira, edhe mirën aty. I treti, do të thonë, Ubejdi është edhe realisht në përfundim të mjekësisë, në aspektin e fizioterapeut, dhe bën këtë me shumë vullnet të madh. I katërti është ai më i lazdrumi i fundit, do të thonë, Sugari. Pse i thosh? Po shumë i lazdrum. Pse? Ama shumë do të thonë, është po rregull që don, po pse i lazdrum Sugari? Ndonjëherë s'na dëgjojmë shumë. Ndonjëherë po dohet disa metoda të buta kështu për me mujt me bind për disa gjëra, është mosha e pubertetit edhe realisht kuptohet. Në shikuesat do t'ju them urgjentisht duhet Sugarët ne të themelojmë një shoqat për mbrojtjen e drejtave të Sugarëve. Shihni se si të mëdhenj na quajnë. Po çfarë faj kam unë tim kujdestari aty? Po ti s'ke faj, po çfarë faj ke kam unë që baba kënaqet me mua, është fëmia i fundit që ka më gjatë parehni ti me të për shkak se i dyti ty të ka nxjerr prej ta ka humb mandatin. Ti nëse ke ndonjë xhelozi me Sugarin, atëherë mundesh me hakmarr nëse baba ta bën një Sugar tjetër. Unë mendoj se për prindin krahasim. Le të kem, martoj babën një herë. Po dyshim mos e xhelozo Sugar të mirë janë. Unë i them shpesh herë babës se thot për Abdullah, thot krejtve ju jam. Por realisht çdo fëmijë ka vendin, do të thonë, e posaçëm zemrën e prindërve, po dhe Abdullah Talibi kishte pas dhënë për Abdullah në krejt. I bëri kurban një pas një. Dhe sa i prejti 100 deve. Vetëm mos e jepte Abdullah. Edhe Zoti i rujt Sugarat. Amin, inshallah, sa bukur që përfituam nga rasti. Sa vjeç është Abdullah? Dikun 14 vjet. 14 vjet, mashallah. Baba si me plan, do thonë çdo fëmijë ka 4 vjet. Do 4, mashallah. Ai do thonë është në shkollë fillore, që në shkollë realisht në fal. 16 vjet. A 16 vjet? Ja hongra 2. Mirë, ja kthejmë tash. Ja kthejmë 16 vjet. Është viti i dytë në shkollën e mesme. Shkollën e mesme. Po. Do të thonë çudi, nuk e bëni hoxha ata. Po këshire që i kam thonë ta bëjmë hoxh. Po. Momenti që ja përmend ta drejse, ju ka dhënë shumë. Ju ka dhënë po. Si ki pat këtë dëmshëri edhe me mua. Po jo, realisht unë raportet me çdo njëri vllai kam, do të thonë alaka, do të thonë shumë të afërta. Sidomos tash është vllai që erdhi me mua bashkë deri në Prishtinë, është i dyti. Parat për shembull është 4 vjet më i vogël se unë, por realisht shumë ideja të ligjëratave. Do të thonë shumë ideja, disa që i trajtojmë shpesher, vijnë prej vllaut dy. Do të thonë, ndonjëherë familja është bashkëpunëtori më i afërt i joti në misionin tonë. Jetojnë në bashkësi? Akoma gjithë? Më ka da. Atë ka da. Valla më ka da shkakun që thotë ti je misionar edhe s'ban me neve që ndoshta ndëgjon edhe shumë muhabete dënjas, kështu që thelloj pak më tepër. Tash më ke detyru me ti përcjell ekskluzivisht ligjëratat për raportet me vjehri, me si janë.
apo mos jeshit? Une nanën atë shumë e du, sa që atje kene obligim, ndërsa bashortën atë shumë e respektoj, sa që është emanet. Edhe kë komponenti i obligueshmërisë prej Zotit edhe emanetit prej pejgamberit alayhis salatu wasalam është shumë zor me qenë atë mesin e artë që e dëshirojnë çdo njëri prej neve. Edhe realisht raporti jo më i rëndë, por raporti më kompleksues në këtë rast për neve që jemi të martuar dhe që e kemi nënën gjallë edhe bashortën, është kur je në mes. Po kur e sheh vjera nusën e vet, sikur vajzën e vet, vallai s'ka problem. Edhe kur nusja e sheh vjerën sikur nonën e vet. Unë e di që s'bot non vjera jote, s'ka gjasa teorike. Në momentin që ka ardhur shoqja në shtëpi, ne ju martuam bashkësi. Pastaj derisa e mundsoi Allahu që dalim, domethënë në banesën tonë, ka qenë, atë tregoj shumë sinqerisht. Po, patjetër. Nëse është për ta ndalë gjithçka. Nuk më kujtohet në ankesë që ka bëu shoqja për nanën. Nuk e di. Alhamdulillah. As nana për shoqën. Vallahi në çdo moment thotë nana nuk ka vojës. Edhe për këtë arsye shes si vajzën e vet. Domethënë kur ta shif kështu, ndoshta maleti i kalon se normal nuk ka shanca teorike me jetu me një bashkësi edhe mos e pat muhabete. Po kjo është e pahumbur. Domethënë nana dhe baba nuk kanë evlat. Nana dhe baba tut nuk kanë vajzë, nuk kanë evlat. Më ka marrë shoqja. Mua një hoxh më pa të thënë se unë nuk kam vajza. Më pa thonë ti nuk e pas ke shiu akoma që është e vladi. Jo me shehi. Baba e di që kur më ka martu, bile më ka afru halë ma tepër. Do thonë... E ju martu sa ishi student? Po, unë kam jetu me bashortën në Medinë dikon 3 vite. Mashallah. Vajza ka lindë, nuk ka lindë në Medinë, ka lindë shku, po sa i ka bu një muj, ka qenë në Medinë mu. Një 2 vite, një vite, 7-8 muj ka qenë me mua atje në Medinë. Mashallah, te barakallah. Allahu ju rujt, Allahu ju bekoft, ju bekatoft me mirësitë e tij. Studimet larta vetëm pak këtu. Kam filluar, domethënë magjistraturën, duke e pa që nuk ka shanca shehi për mua, po flas. Ndoshta për dikan kjo nuk i hyn as pak nuth. E shifsha veten që sa do që studion, këtë e kishiu 100 herë më shumë son. Edhe shumë hoxhallar tjerë kanë shiu që sa do që studion e që sa pak di. Edhe e pash që për një me nuk ka shanca pa u studiu. Edhe në këtë drejtim, isha mes FSI-s të Prishtinës edhe Universitetit Tetovës, drejtimi orientalistik, do thonë që është në Tetov, edhe vendosa që të vazhdoj në orientalistik, duke e pa disa ndërlidhshmëri drejtimit që unë e kam kry, me orientalistikën shkaku që të ne ka mungesë të madhe, edhe realisht shumë sulme që vinë prej atij drejtimit, edhe ne duhet me qenë ata cilët tash orientalistika është ajo që ne, si eshe perëndimi e lindjen e mesme, ne automatikisht e kthejmë të kundërtën. Do ta bëjmë si eshe lindja e mesme, Europën, do thonë perëndimin. Edhe kështu vendosa që të hyj atje që të përkushtohem shumë më rënd për mua, shumë më lehtë duke qenë të isha në FSI, sepse është ajo të cilën e kam filluar. Por realisht tu do të bëj ato ndërlidhshmërit, nëse Allah azza wa jalla na jep jetë edhe ymër, që ti bëjmë ndërlidhshmërit me atë që kam mësuar në Medinë edhe me këtë pjesën këtu. Që të bëjmë diçka të bukur që spaku t'ja u japim njerëzve, ta shohin edhe me një sy tjetër, me një parsyza që ma ndryshe eshe e jetën. Padyshim. Unë nuk e di sa do të lejoj kjo në ndonjë emision sikur ky që po bëjmë edhe me dhënë sugjerime, po nga ajo që kam pa te ju në ligjërimet e juaja, se dikush mund të thotë hoxhallar nuk përcjell, nuk përcjell ligjërata. Të gjithë hoxhallarët. Po pa ta kohë, nuk ka hoxh që nuk marr prej tij diçka. Edhe bile nga njerë me hoxhallar kur rrim për ndonjë hoxh që konsiderohet ndoshta ndonjë vije tjetër ose ndonjë mendimi ndrysh ose dhe ata habiten që unë di shumë detaj për vetëm në arsye se ka shumë haj prej secilit. Me bova ki prej secilit grupacion xhamat. Pra edhe individ të merren të mirat, nuk ka kolorit më mirë se Islami jonë. Me bëva ki mu bo si oponent, si parti politike, si garus, atëherë nuk ka garë më të keqe, sepse ne do të detyrohemi të bëjmë sikur atë luftën në Sifin, të luftojmë muslimanët dhe të ngrejmë Kur'anin përpjet dhe të themi tash është koha namazit ndaluni. Megjithatë ke afinitet për fakultetin filozofik, po se po, do të merr me filozofi, nuk e di sa jeni të etun
për çështjet ideologjive bashkëkohore, për të mendimit kritike tjera. Me çastin që i ke pastaj është me tekst veçantë sociologjia që shkon shumë. Nuk është kusht se dijet fetare, me shumë respekt edhe për orientalistikën edhe për fësin, por një diplomuar jashtë, edhe unë kam bë, për shembull, studimet master kam regjistruar pak në FSI, por nuk është që ti ke nevojë shumë për studimet. Për letrën, ajo do të shihet se ku dhe si. Mendoj që ajo edhe më pak dyn. Po t'ishte eksperiencën e fiton në drejtime tjera, për shembull, unë kam përfituar nga fakulteti juridik sepse shariatin e kam bë, që jam në fakt student master në juridik me bë atë ndërlidhjen, që fillimisht edhe në fetva mos me dhon orientimet gabueshme edhe gjëra tjera, por njerëzit që kanë afinitet më marrë me problemet e shoqërisë, do ta njohin shoqërinë, do të lexojnë historinë e tjera. Pra, nuk bëjnë zarar 2 mastere. Ide e mirë. Bëj. Nëse na mundson Allahu, pse jo? Po ti veç pas ke lënë një fakultet një herë, pak para se me përfundu. Po që edhe aty kena marrë diçka. Patjetër. Jo keni marrë diçka, jo atje në fakt keni marrë shumë, sidomos në atë fazë. Sidomos për mi kuptue, do të thonë, ndasit. Patjetër. Dhe këtu mendoj se desa nuk ke ndoshta synime për ndonjë ambasador ose të ngjashme, orientalistika. Zoti, mos e boft. E mirë, orientimisht. Hoxh Hasan, ne megjithatë për t'i dhënë bereqet sofrës. Kemi ajetet e agjerimit që i shtillojmë me hoxhallarët dhe minutat sa shpejt kalojnë. Biseda është e këndshme shumë e mirë. Me ju një fjalë ose fjali. E fjalë është, po wal yu'minu bi. Dhe letë me besojnë mua. Letë me besojnë mua. Tha Allahu në vazhdën e ajetit që flet për afërsinë që Zoti ka me robrit, për gatishmërinë që ti përgjigjet lutjes, për urdhrin që ne ti lutemi atij dhe ti përgjigjemi atij, dhe dha një porositje dhe letë me besojnë mua. Nesja, bismillah, unë ndoshta edhe po e lë, tash vazhdo. Ato shtojca që i bën ndoshta janë 100 më vlerë nga ajo që e tham. Për ju si profesor kam lexuar shumë para sa të filloj për këtë. Dhe realisht e kam pat një jo para gjykim, po një gjykim shumë të mirë për ju. Edhe është nderi im që t'jem me ju, edhe realisht pak më vjen turp që të ligjerojnë këtë aspektin. Unë plasëm krejt. Ajetin cilin e lexuat edhe që e thot, Allahu Azza wa Jall, kur thot dhe letë më besojnë mua, unë kisha dashur që të flas në tefsirin ma'nawi. Dhe jo në atë kuptimin e ajetit. I pasa diplomuari, akoma arabisht letë. Në ka bëhë këtë gjua arabe. Po flas në atë shpjegimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall në kuptimorën, dhe jo në atë cilën ne realisht e kuptojmë drejt në ajet. Te ajeti Allahu Azza wa Jall kur tregon për afërsinë e madhe, tregon Allahu Azza wa Jall që shumë afër teje është. Tregon Allahu Azza wa Jall që i përgjigjet lutjes tënde. Ama para se të përmbyll ajetin, po ta jep një kusht. Mbeso. Tashi kjo është e kuptimi që e kam lexuar në disa tefsire. Po unë po du të flas në atë tefsirin që e përmenda më herët në atë komentimin tjetër që Allahu Azza wa Jall me kësi ajetit shkurta, një pjesë të ajetit, po do me thonë për mu, për ty, për çdo njeri që është duke agjeru tani, edhe është që duke ndëgju tani. A mbeson, kur unë thamë se kam e shpërbli fort. A je të mbesu, do me thonë, a je duke mbesu mu që unë kur të premtoj diçka të realizoj. A je duke mbesu që unë kur të thamë baje këtë punë, edhe ti e ban, ka me dal mirë. A je duke mbesu që kur thamë unë t'i zgjidhi problemet, t'i zgjidhi. Kur e kupton këtë qasje, ti të shtohet një dozë seriozitetit shumë të madh. Për shembull, nëse tani jena në Ramazan, edhe hiç se marrim seriozisht Ramazanin, a mendon se kemi ndryshu? Gjasa teorike nuk ka. Ramazani e ndryshon vetëm atë i cili është jo serioz, po serioziteti më i madh i duhuri. Me marr një shembull me kuptu më qartë.
Nëse të vdes një prind, edhe kur të vdes prindi, te ne presim disa ditë për ngushëllime. Edhe në moment vjen dikush ti e duke prit ngushëllime për në këtë rast për nonën, edhe vjen dikush ta tregon një hajgare. Çka i thuti? A nuk e di sham ka ndodhur mua, ka dek nona, ti tu bo hajgare me mua? Do të thonë, çka tregon kjo fjali? Tregon se serioziteti është niveli më të lartë. E për me dash me ndryshu, edhe me besu që Allahu Azza wa Jall ka me të ndryshu, edhe ka me t'i dhon shumë të mira, tili me kuptu më tepër se sa me të vdik nëna jote, edhe me kuptu me seriozitetin më të madh. Për shembull, Ramazani ka, siç tregojnë basit islame edhe siç ka dalë takvimi i Ramazanit 29 ditë. A e beson që brenda 29 ditëve Allahu Azza wa Jall çdo natë e liron dikam pi zjarmi i xhenemit. A je të besu veç muhabet e ki? A je duke besu apo veç llafe koti e ki? A je duke besu apo vetëm je duke dashur më tregu mua që je i devotshëm dhe takva? Nëse je duke besu, smire shumë me mua. Nëse je duke besu, pasha Allahu nuk intereson ty se çfarë ndodh në dunja këto 29 ditë. Do të thonë, nëse je duke besu, ti je duke vepru. E Allahu Azza wa Jall kur thot let më besojnë mua, ne dim që duhet ta besojmë Allahun. Edhe imani, sa njerëz ka në dunja që thonë e besojmë Allahun, po veprat nuk i kanë mirë, do të thonë sinkronizuar me fjalën që e thonë. Nëse thu e besoj Allahun, si mundesh në Ramazan më shumë të qëndrosh në një kafe se sa mbi librin e Allahut. Nëse je duke besu Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall do me të liru prej zjarmit të xhenemit, si mundet në Ramazan me arrit me bo mos marrveshje me dikan, ose mos dojsh Zotin me familjarët e tu. Si mundet në Ramazan, nëse jetu e besu shpërblimin e Allahut, me pat, për shembull, me pat nervozën, që disa njerëz janë më shumë të nervozum në Ramazan se jashtë Ramazanit. Nëse mendon se kur e besojmë që Allahu Azza wa Jall, ndoshta që e lut Allahun, që emrin tuaj edhe emrin tim në njërën prej natëve të Ramazanit ta nxjerr nga lista e xhenemlive dhe ta shënon listën e xhenetlive. E lut Allahun me atë dashurinë më të madhe për ju, edhe për dinën e Allahut, që Allahu Azza wa Jall spaku nëse nuk na është hek Ramazanat e kalum, na mundsoj Allahu Azza wa Jall që në këtë Ramazan na heket emri prej listës xhenemlive edhe realisht i bosh listë xhenetlive. A ka ma krenari me besu që nëse me një natë Allahu ta hek emrin tan prej listës xhenemlive, edhe ta ban listën e xhenetlive, ti je xhenetli edhe pse ecën tokë me mua bashkarisht. A ka ndjenjë më të mirë se kjo? Kthehesh hala më ndryshe. Nëse e beson që Allahu Azza wa Jall në Ramazan, do të thonë në Ramazan ka me ta bo, për shembull e marrim një shembull. Kem kalu për shembull hoxhi dashur, kem kalu disa Ramazana edhe unë edhe ti pak më tej person. Edhe i kemi kalu çto Ramazanat, jo bash mirë të koncentruam, i kemi bërë qysh a për dorë të ju shkeleshko. Po. E kemi kalu një 20 Ramazana shkeleshko, edhe tash është duke ardhur çka Ramazan që tash e presim, edhe që jena brenda këtij muajit Ramazanit. Edhe në moment Allahu Azza wa Jall ta ka përcaktuar që ky është Ramazani jot i fundit. I fundit. A e beson ti që këtë hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku thot Resulullah alayhis salatu wasalam, innamal a'malu bil khawatim. Allahu Azza wa Jall veprat e tua i vlerëson sipas përfundimit. Kjo më përkthy hala më drejtësive. Nëse ti çdo ditë Ramazanit që je duke jetu, i ban ditët e tua më të mira, Allahu Azza wa Jall krejt Ramazanat që i kalu shkeleshko, e jo i kujdes ka me ti vlerësu sipas që Ramazanit fundit. Do të thonë, a jene duke besu realisht që Allahu Azza wa Jall është afër neve, ama aja është afër neve veç me fjalë, a është afër neve edhe kur ne veprojmë. Nëse e besojna që Allahu Azza wa Jall është afër meje, teje, çdo besimtari, çdo njeriu, çdo krijese që realisht frymon edhe jeton, nëse e beson që është afër teje, me veprat e tua ti do të jesh pak më ndryshe. Nuk mundesh me qenë kriminal duke besuar se Zoti është afër teje. S'mundesh me qenë njeri me dy fytyra nëse beson që Zoti është afër teje. Nuk mundesh me qenë njeri mos respektues karshi njerëzve, karshi të afërmve tuaj, karshi shtetit tënd, karshi çdo sendi që të rrethon ty, nëse beson që Zoti është afër teje. Do të thonë, nëse besojmë ne sinqerisht që është afër neve, ne kishim me qenë njerëzit më të mirë. Po më duket ndonjëherë dështojmë këtë pikë. E kur dështojmë, çka duhet me bëu besimtarin këtë rast? Liberalisht me marr një letër, do të thonë kuptimin e drejtë fjalës, edhe më shënu ku jam duke dështu. Jam duke dështu shembull. Shembulli i parë, jam duke dështu se un po jap Zotit besën, ama jam duke e thyr besën. Kto çfarë duhesh me bëu? Si mundesh me përmirësuar çet gabim që 100 herë ja ke dhënë Zotit besën, se o Zot, un kam ndryshuar, edhe kam qenë shumë më afër teje, edhe do ta ndjej praninë tonë tek un,
si mund ta bësh këtë pjesë? E kam menduar një shembull që më duket më reali që mundesh me ndryshu veten tënde, edhe me besu që për një me Zoti është afër teje, ama me besu sinqerisht. Jep Zotit besën, edhe i thu kështu. O ti i cili ma ke kriju trupin tim, e ke kriju këtë gjithësi edhe gjithçka që unë e shoh. Unë po ta besën sot që nëse gaboj edhe njëherë i kam dy opcione. Ose do ta dënoj veten me atë që e du mas shumti. Njerëzit e dojnë mas shumti shpesh herë dinarin, më falni, parën e vet, pasurinë e vet. Edhe e dyta, kemi thonë Zotit, nëse nuk e paguaj atë cilën e premtova, o Allah, hup ma bereqetin, hup ma nurin tem, hup mi gjithë veprat e mira që i kam bo unë, nëse unë nuk e mbaj besën. A ke guxim me bu? Vërtet. Nëse po dëshiron me besu që Zoti është afër teje, bëje këtë edhe proje. Shqiptari ku du shpreke? Te parët nëse prek. Edhe mendoj që ne lip me reflektu ka shiktyve situatave se jo po mdodh shehi personalisht që shpesher flasim për disa qase shumë të larta, a realisht jemi në shkollë fillore. Po flasim për mu bo profesor universitar, ama ende s'ke hy asnjë provim tjetës. Ndoshta ty ke hy, po se ke shiju. E jo na është me kuptu drejt që kur e beson ti që Allahu Azza wa Jall t'jep këto të mira, kaq shumë të mira, çka e ti dërgu ti Allahu Azza wa Jall? A mund ta marrë një shembull? Po patjetër. E kam një dost që e du shumë. Edhe shumë e du kështu fort. Jam i lidh me atë shumë sa ndonjëherë nuk jam i lidh atë shumë me familjen time. Edhe njëri gjatë gjithë jetës vet tu bën pasuri. Edhe arrimeni shumë caktuar që i mbledhi 30.000 euro. Edhe prej dashurisë madhe që e kam për dostin tim, unë krejt parat e mia 30.000 euro ja blej një vetur dostit tim. Edhe i thom, ta kam dhënë, ta kam dhënë këtë pasurinë time se shumë fort du. Edhe në rregull, ai e merr veturën. Vozitet 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj. Mas 5 muajve e merr atë veturën e shtrenjtë edhe çon te shtëpia vet, edhe e ban veturën 30.000 euro, e ban koçak të pulave. Edhe ti mas një muajve, do të thotë muajin e 6 shkon ta vizitosh te shtëpia vet. Edhe kur hyn brenda, kur e sheh veturën që ja ke blej me këtë pasurinë tane, e ka bo koçak të pulave. Do thonë, ta ka nënçmu hedien, dhuratën tane. Çish ndihesh në atë rast? Ndihesh i nënçmuar apo. Allahu Azza wa Jall çdo ditë neve na jep dhurata. Ta jep ajrin, ta jep jetën, ta ka dhënë imanin. Kush jam unë me dhon Zoti me qenë besimtar? Kush jam unë me qenë hoxha dhe me ligjëru njerëzve? I barabart jam me çdo njeri tjetër. Jam i krijuar prej dy pika ujë. Allahu me miliona dhurata na jep. Që shtot Allahu Azza wa Jall, nëse filloni ti numroni mirësitë, begatitë tona, s'kemi nimu asnjëherë. E ne, çfarë dhurata jena duke i thua Allahu Azza wa Jall? Veprat e tua, a janë koçak të pulave për Zotin, apo janë dhurata më e shtrenjtë për Zotin? Çfarë dhurata i dërgua Allahu Azza wa Jall çdo ditë nëse je duke besu që Allahu t'jep dhurata? Sepse ka dallim me besu edhe ka dallim me vepru. Ka dallim me thonë që besoj, edhe ka dallim që veprat e tua dhe durët e tua, kamët e tua janë në truk që Zoti është i kënaqur. Sepse në shpeshherë Ramazan, një hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam, për vetë flasë për njerëzit që i kam dëgju, e keq interpretojnë. Në Ramazan janë të hapura dyert e xhenetit. Për neve lip me qenë shumë interes i madh, a janë të hapura dyert e xhenetit. Për neve lip me qenë interesi më i madh, a jena duke ecë drejt atyve dyert e xhenetit. Në Ramazan janë të prangos shejtanat edhe dyert e xhenimit janë mbyllta. A e kena mbyll në egon ton? A e kena mbyll në atë portën që ndoshta ky celular, ky telefon na hap shumë portat haramit? A e kena mbyll tash që janë këto ditë bekuara të Ramazanit? A e kena mbyll këtë portë që mos me bë hedije, dhurata të këqija për Allahun Azza wa Jall? Ti nuk i ban damazh Allahut Azza wa Jall me dhuratat e tua të këqija. Po e dëshmo vetën tane se sa njeri për buzësje ka shidhuntive dhe mirësive të Allahut, sepse nuk e duke besu, wal yu'minu bi. A je duke besu, po ti të thonë që je të besu, ama realisht si të besu. Kjo është sikur ai shembulli që dikush të thotë unë ti të besoj, ama realisht me vepra çdo herë dëshmon që ty të beson. Do të thonë ne besoj që hoxhi i dashur, i respektuar, i nderuar, i çmuar, ne mendoj që shpeshherë në jetën tonë lip me dëshmu shumë më shpesh me vepra. Po i flasë edhe vetës në këtë rast. Dëshmoje me vepra se për një me je duke e dasht këtë din të Allahut Azza wa Jall, për një me je tu dasht me ngrit këtë din të Allahut Azza wa Jall, për një me je duke e dasht Allahun Azza wa Jall, për një me je duke e respektu sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wasallam, ama për një me. Se shpesh herë po na tradhton
Allahu Azza wa Jall kur flet për tradhtinë e synit, wa ya'lamul kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, unë po du me nxjerr një paralele tjetër jashtë kuptimit të këtij ajeti. Sa herë ne jena duke tradhtu atë cilën po proklamoj me gojë që ne për ne jena kështu. Sa herë ke zon veten tonë duke tradhtu ti veten tonë. Me zon dikan tjetër duke tradhtu, sa kes vjen kur e zet dikan tjetër tu tradhtu. Po hajde zinë veten tonë kur je duke tradhtu ti mes teje dhe Allahut Azza wa Jall. Ajo duke tradhtu që ket ajet kuranor që Allahu Azza wa Jall po thot, un jam shumë afër teje. Një kusht peripi, besom ashtu siç e kërkoj. Jo me besu sipas tekeve tua. S'kishte qenë Islam nëse e kisha bëu Islamin që kisha dashur. Kjo s'm pëlqen Islam. Po kush jeti me tregu se çka të pëlqen apo çka s'të pëlqen. Për këtë arsye, hajde bashkarisht në këtë natë të bekuar të Ramazanit, ta lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na i forcon zemrat tona. Edhe ta bëjmë një plan se çish mund me ndryshu në veten tonë, sepse nëse në Ramazan nuk ndryshon, pashallah, kur kemë ndryshu? Nëse në çdo natë nuk i duke ndryshu, kur mendon me ndryshu? Hadithin që e përmenda që ndoshta ndonjëherë e keq kuptojmë. Unë e kuptoj edhe me një çështje tjetër, edhe me një par sy tjera e shoh. Allahu Azza wa Jall ti ka hap dyert e xhenetit, ti ka mbyll dyert e xhenemit, edhe ti ka prangos shejtanët, edhe me një arsye tjetër, që nesër në dy gjykimet me thon, krejt terrenin ta qela, e ti kur gjozbone. Ti s'ece. Ti nuk ece. Tash kjo ka me qenë dëshmi kundër teje. A ki qeftë që kjo natë e Ramazanit, që ndoshta je shumë i kujdesshëm, je shumë i shkujdesshëm, me të kalu dhe me qenë kundërshtarjot, kjo ka ardhur për të mirën tonë. E ti që kjo natë me qenë kundërshtarjot, hajde, që këtë natë bane natën më të mirë. Ama hajde pasha Allah. Hape zemrën tonë. Kur zos kushton. Çfarë po kërkon Zoti? Nëse po të vjen turp edhe durt me ngrit, hiç mos i ngrit drut. Ban lutje vetëm me gojën tonë. Ban lutje dhe kërkoj Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall me ta hap zemrën tonë prej prangave të mëkateve, edhe ti me pa më ndryshe këtë rrugë, edhe me shiu më ndryshe. Se nuk ka më keq, me jetu ta njëjtën si musliman, edhe kur mos me shiu imanin në Allah. A ka ndjenjë më të keqe se kjo? Yes. Vallahi për veti, mendoj që ndjenja më e keqe nuk ka mbi këtë ndjenjë, se shpesh herë përmendin nuk ka, po mendoj se mbi këtë nuk ka, sinqerisht. Me jetu ta njëtën tane si musliman, edhe ta njëtën tane mu fal namaz, ta njëtën tane me agjërimin e Ramazanit, edhe mos me ndjen një herë knatësinë e imanit, mos me ndjen një herë që me thonë, a ka be njëri më të lumtur se unë, sesa që unë që e besoj Allahun Azza wa Jall pa ndërmjetësim, pa i bësh shirk. A ka knatësi më të madhe që unë jam pasues i Resulullahit alayhi salatu wasalam. Po pejgamberi i Zotit Musa alayhi salatu wasalam më ka xhelozu mua e ty. Musa alayhi salatu wasalam, një pejgamberi më i përmendur në Kur'an, më ka xhelozu ty si hoç, e mua një si një hoç të ri, na ka xhelozu pse? Se unë dhe ti jena ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam. A nuk ta mbush zemrën kjo? Do të thonë, nëse na mbush zemrën që i dashur, mendoj që edhe veprat e tona lip më mbush. E kur zemra është e mbusht, pasha Allahun zemra është sikur Google Maps që ta tregon rrugën. Neve për mos me humb rrugën këtë dynja e përdorim Google Maps dhe navigacionin. Por mos me humb rrugën drejt xhenetit edhe drejt Allahut Azza wa Jall, lip ta përdorim edhe Kur'anin, edhe Sunetin, edhe dashurinë për këto dyja. Edhe lut Allahun Azza wa Jall që të na bëjë për atyre që e shijojmë imanin në Allah, edhe që e besojmë këtë pjesë të ajetit kuranor me sinqeritetin më të madh, edhe me zemër, edhe me vepra. Allah i nderoft hoç të shikues të nderuar ju tashmë. E kuptuat pse kam pas arsye që ta ftoj këtë hoxh të jetë në mesin e gjithë këtyre musafirëve që shumica ishin të vjetër të moshuar, por shohim se hoxha premton për të ardhmen me domos që duhet ta përkrahim dhe të jemi mbështetësit e tij e ta inkurajojmë. Hoxh Hasan, suksese shumë. Faleminderit që pranove ftesën dhe ishe pjesë e sofrës Ramazanit të PIS TV-s në këtë muaj të bekuar. Allah i nderoft që i dashur. Të faleminderit shumë për ftesën. Edhe shpresoj që Allahu Azza wa Jall të jetë i kënaqur me ne dy, edhe me gjithë teleshikuesit tuaj. Edhe lut Allahun Azza wa Jall që të na bashkon gjithmonë hajër. Amin. Për hajër dhe të mirë u bashkofshim dhe fjalë të mira dëgjofshim për ju dhe familjen tuaj dhe sukseset e juaja në të ardhmen. Inshallah prekun muajet të cilat do ta gëzojnë umetin dhe do të shihet hajri. Amin ya Rabbi, bashkërisht me ju. Atëherë të respektuar teleshikues, kemi kaluar pak nga minutat e parapara, por megjithatë ja ka vlejt që të jemi në bashkëbisedim
edhe të marrim këto këshilla kaq të arta prej hoxhës së ri Hasan Rexhepi nga Shkupi. Allahu ju shpërblet të gjithëve për shikimin, dëgjimin, për sjelljen e të gjitha emisionet, por edhe të sofrës së Ramazanit. Qëndroni akoma, ne do të takohemi inshallah taala me një mysafir tjetër natën e nesërme. Ju lëm në kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.